duhet të futen në 4 gradë. Edhe qumshi direkt, edhe vezët e gjitha. Pastaj, nëse do të ruajnë sipas kohës që duhet, nëse mishi do për një kohë të gjatë, atëherë duhet të mbahet në minus 18 gradë. Për 6 muaj. Vezët në 4 gradë 10 deri në 12 ditë. Qumshi direkt vetëm 6 ditë në 4 gradë. Pra, janë ca rregulla që duhet të zbatohen tash, sepse rritja e temperaturës e ambientit rrit shumë atë që thamë, frymarrjen biologjike. Pra kërkon rregull absolut të teknologjisë ushqimore. Tani, për shembull, nëse dhe mishin, ose sallamin, e gjitha këto të mishit, i mbajmë në temperatura jo brenda rregullave. Po doja të dilja në fakt edhe tek rreziku që na vjen nga ushqimet nga ushqimet e përpunuara, sidomos në një Ja do të them, tani do vazhdoj. Ushqimet e përpunuara ka një rregull që ato duhet brenda 2 orëve mund të mbahen në një ambientin jashtë. Po kaloj 2 orë, ato fillojnë me një, ato që thamë ne, frymarrja biologjike e shpejtë. Prandaj detyrimisht duhet të futen në frigorifer.